Dolce, vajza që po fiton zemrat e publikut çdo ditë në Big Brother Kosova, në një shtëpi ku tensionet, zërat e lartë dhe përplasjet janë shpesh pjesë e përditshmërisë. Dolce ka arritur të dallojë në mënyrën më të bukur të mundshme, me qetësi, edukat dhe sjellje njerëzore. Ajo është një nga vajzat më të votuara dhe më të pëlqyera nga publiku i Big Brother Kosova, dhe kjo nuk është as pak rastësi. Përkundrazi, është rezultati një karakteri të pastër, të sinqertë dhe të qëndrueshëm. Dolce është shembulli i vajzës që nuk ka nevojë të bërtas për të dëgjuar, as të ofendoj për të dukur e fortë. Ajo flet me maturi, vepron me mençuri dhe gjithmonë ruan respektin ndaj të tjerëve, edhe në situatat më të vështira. Qetësia e saj është një forcë, jo dobësi, dhe kjo është pikërisht ajo që publiku e ka vlerësuar më shumë. Ajo është e ëmbël në komunikim, e shkaftë në situata sociale dhe gjithmonë e gatshme të ndihmojë. Nuk shfaq arrogancë, nuk përdor dhunë verbale apo fizike dhe nuk përpiqet të ulë askënd për të ngritur vetë. Në një lojë ku shumë zgjedhin strategji agresive, Dolce zgjedh njerëzillëkun, dhe kjo e bën të veçantë. Çdo ditë që kalon, pëlqyeshmëria e saj rritet. Publiku e sheh si një vajzë reale, pa maska, pa role të sforcuara. Ajo nuk aktron, nuk shtiret, por është thjesht vetvetja. Dhe pikërisht kjo natyrshmëri ka bërë që shumë shikues ta ndjejnë veten afër saj. Ta mbështesin dhe ta votojnë vazhdimisht. Dolce përçon një energji pozitive në shtëpi. Prania e saj qetëson, sjell balancë dhe tregon se edhe mirësia mund të jetë strategji fituese. Ajo dëshmon se respekti, durimi dhe edukata nuk janë të mërzitshme, por përkundrazi, janë vlera që shkëlqejnë edhe më fort në impresion. Në fund, Dolce nuk është thjesht një banore e Big Brother Kosova. Ajo është një përfaqësuese e një gjenerate që beson në komunikim të shëndetshëm, në forcën e karakterit dhe në bukurinë e shpirtit. Dhe për këtë arsye, ajo vazhdon të fitojë zemrat e publikut, ditë pas dite.